Punimet për ndërtimin e bypassit të Sarandës kanë nisur prej muajsh dhe po vijojnë me ritme të shpejta. Projekti synon të japë zgjidhje një prej problemeve më të mëdha të qytetit, trafiku të rënduar, veçanërisht gjatë sezonit turistik, ku mijëra automjete hyjnë dhe dalin çdo ditë nga Saranda. Me një gjatësi prej rreth 5 kilometrash, bypassi do të krijojë një hyrje-dalje të re për qytetin, duke përmirësuar ndjeshëm infrastrukturën rrugore dhe duke shmangur ngarkesën e qarkullimit në zonat urbane. Ky investim pritet të lehtësojë lëvizjen jo vetëm për banorët, por edhe për turistët vendas dhe të huaj që zgjedhin jugun e Shqipërisë si destinacion pushimesh. Një nga elementet më të rëndësishëm të projektit është ndërtimi i një tuneli 750 metra të gjatë, një vepër inxhinierike që do të rrijë standardet e sigurisë dhe do të shkurtojë kohën e udhëtimit drejt qytetit. Bypassi i Sarandës konsiderohet një aks strategjik për zhvillimin e turizmit dhe përmirësimin e qarkullimit në jug të vendit. Gjatë muajve të verës, kur fluksi i automjeteve arrin kulmin, ky segment pritet të shmangë bllokimet e gjata të trafikut dhe të ofrojë një akses më të shpejtë dhe më të sigurt drejt qytetit dhe zonave turistike përreth. Me përfundimin e punimeve, bypassi pritet të ndryshojë ndjeshëm mënyrën e lëvizjes në Sarandë, duke e bërë një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore për jugun e Shqipërisë.